Më dridhej zemra sot në mëngjes, shkurte Feza rrëfen emocionin që nuk I largohet kur këndon mora fjalë. Këngëtarja e njohur e muzikës patriotike, shkurte Feza, ka emocionuar publikun me një rrëfim të sinqert për një nga këngët më të dashura të repertorit të saj. Artistja tregoi se edhe pas kaq vitesh, sa herë që e këndon këngën mora fjalë, ndjen të njëjtin emocion të fortë, aq sa, sipas saj, zemra I dridhet ende. Feza ka folur për domethënien e kësaj kënge, e cila është shkruar dhe kompozuar nga Naim Gjoshi, duke theksuar se ajo ka pasur fatin dhe nderin ta interpretojë një krijim që lidhet ngushtë me historinë dhe ndjenjen patriotike të shqiptarëve. Ajo tregoi se emocionet që I sjell kjo këngë nuk janë zbehur as pak me kalimin e viteve. Sot në mëngjes herët më dridhej zemra kur e këndoja. Më krijon gjithmonë emocione, nuk I ik dot, u shpreh këngëtarja. Sipas saj, kënga mora fjalë është pjesë e rrugëtimit të saj artistik që nga fillimet e karrierës, pasi ajo gjithmonë ka ndier një thirrje të veçantë për këngët patriotike. Në një kohë kur populli kishte nevojë për frymëzim dhe shpresë, këto këngë u kthyen në zë të ndjenjave të një brezi të tërë. Në rrëfimin e saj, Feza theksoi gjithashtu se sakrifica dhe përkushtimi I Adem Jasharit dhe familja Jashari për lirinë e Kosovës kanë qenë gjithmonë një burim krenarie dhe frymëzimi për të dhe për gjithë shqiptarët. Edhe sot, vite pas publikimit, mora fjalë vazhdon të mbetet një nga këngët që prek më thellë zemrat e publikut, dhe për shkurtë Fezën, emocionet që ajo sjell nuk zbehen kurrë. Për lajmet më të reja për të ndjekur, klikoni butonin like dhe bëni subscribe, ju faleminderit.